Përfaqësues nga Nisma së Bashku për Palestinën zhvilluan një takim me presidenten Gordana Siljanovska-Davkova. Gjatë takimit, ato ia përsollën drejt për drejt kërkesat e Nismës dhe i bën thirrje udhëheqjes shtetërore të tregojë solidaritet të qartë me popullin palestines. Gjatë bisedës, ato i u referuan deklaratave të presidentes me rastin e 80 vjetorit të themelimit të Kombeve të Bashkuara, kur ajo kishte theksuar se paqja, drejtësia klimatike dhe e drejta ndërkombëtare janë sfidat më të mëdha të botës bashkëkohore. Në këtë kontekst, përfaqësuesit i vunë në dukje presidencës se mungon veprimi konkret dhe respektimi i angazhimeve ndërkombëtare të Maqedonisë së Veriut në këto parime, ndërsa heqja e përfaqësuesve tanë në kuadër të OKB-s dhe organizatave të tjera shumëpalshe përbën bashkëpërgjegjësi në gjenocidin që po kryhet ndaj popullit palestines. Aktivistët i dhuruan presidentes një paketë librash për paqen, humanizmin dhe Palestinën. Kërkesat e Nismës së Bashku për Palestinën drejtuar qeverisë, kuvendit dhe presidentes janë të dënojnë gjenocidin në Gaza dhe të veprojnë në përputhje me konventën për parandalimin dhe dënimin e krimit të gjenocidit, të votojnë në solidaritet me popullin palestines në të gjitha votimet e ardhshme në OKB, të njohë sërish shtetin e Palestinës, të ndërpres me njëherë marrëdhënie diplomatike, si dhe bashkëpunim ekonomik, kulturor, arsimor dhe sportiv me Izraelin, të përfshihet në dërgimin e ndihmës humanitare në Gaza, të arrestojë ata që ndiqen për krime lufte sapo të hynë në territorin maqedonas, duke përmbushur kështu detyrimet e saj si anëtare e gjykatës ndërkombëtare penale. Nisma së Bashku për Palestinën çdo të shtunë organizon marshe paqeje.